që a thash dhe dje, ju premtova që do kaloja nga Bioten. Dhe këtu ka disa nga produktet e reja, po faktikisht ju kam thënë që do kaloja, por nuk ju thash pse do kaloja, sepse unë në Bioten, kur është hapur Bioten në Shqipëri, kam qenë tek eventi i madh i hapjes. Dhe ja ku ndodhem sërish. Beauty Fair, të flas për Bioten. Ishte kjo linja këtu e tëra që më pëlqeu. Kjo kishte dalë e reja. Pra ishte and Pearl Technology. Hello, jam këtu te Bajrokot dhe kam ardhur të marr kremat e mia të plazhit si çdo herë. Tani, unë mora këtë me çokoladë, që vjet dash na, unë nxiva pa fund, pak më sa pushime sa bëra, unë nxiva. Tani, unë dua të tentoj këto të rejat, nuk e di çfarë janë, I have to try them. Dhe sigurisht mora dhe sektorin aty si po, i cili është për këmbë dhe mora këtë mus lukë. Hello, dja kalova këtej, por në të vërtet kam qenë shumë i udhëtuar dhe si nuk pash këtë stendën e madhe të Erel Italia, që vjet më keni parë dhe përdor gjelin që shkëlqenin flokët e mia dhe duken kështu sikur janë të lagura, efekti wet, do ja tregoj se unë kam paketimin e madh, por kësaj radhe erdha të marr një shampo që është kjo këtu, Prestige, dhe ma sugjeruan bashkë me produktet e tjera që do marr, dhe gjeli që unë përdor është ky. Po besoni e kam një vit njerëz dhe akoma s'ka arritur në mes sepse ka pafund, ose të paktën unë kam shumë pak floke dhe make sense që nuk e kam harxuar, por këtu ka dhe versionet e tjera të gjelit që është definition gel, glass gel, control gel, është dhe matte wax që dhe atë e kam, dhe këtë e kam, yes. Sërish tek Presiderm, janë të palodhshëm, janë të pandalshëm, sunscreeni që I love it. Nuk e di, njerëz, nga që bëj dhe zoom, produktet. Si mund të vija kjo mos kalohet e delis, i zemrës time që mungon sigurisht sepse ka dhe punë, ose mund të jetë vërtet duke u marrë me këto punë. Shikoni se sa super janë arredimet and everything tek Delis. Tani, gjithë fjalë të bukura e them se e kam shumë shok dhe dua fort, por puna e tij e keni parë që vlen sa 10 milion fjalë, që kështu nuk do reklam. Por Endri, you're the best, man. Atëherë do ta përgatis vetë duratën. Ulja. Thank you, Lou.